Ju me pangazhumon moderator, kjo është krem. E asoj që unë e studiaj. Nuk flasë retorik të opinionistave që s'din që ka flasën. Po flasë në bazë të asoj që ka unë e di. Opozita mund të ndërtoj një kauz, si shta kolegu, në blokadën institucionale që ka ndonë. Shumë qytetarë për shembull ndjen të frustruar nga situata aktuale. Nëse thu blokadën institucionale këtu duhet ndërhypa tjetër. Lëvizjave të vendosje i bani ftesë lidhës demokratike. Po s'është që ajo është diçka tjetër. Po që në fillim i ka bërë ftesë. LDK. Nuk bëhet ftesë publike. E po, me letër ja ka çuar me zarf. Edhe me letër bliu ka Ftesa të bën publike mas koalicione, të zgjeruar një faktor. Po ofertet për të gjithë. Thash edhe një herë, ka një blokadë institucionale. Qytetarët janë të frustruar. Ishe edhe sot, për shembull rasti i komunës Prishtinës, si rezultati i përplasjeve dy subjekteve kryesore, tash po e marrë Prishtinë, LDK-s edhe VV-s, e kanë pushtetin nivel qendror, dihet ato vlerimi ka punuar në institucione shtetit e din, dhe opozita